Një numër i konsiderueshëm biznesesh që përdorin shërbimet One në mobile dhe fix kanë ndeshur me problematika gjatë paraditës sa i përket aksesit në shërbimin e fiskalizimit, tatimeve dhe ILBENJA. Teknikët e MCN kanë vërejtur se kemi të bëjmë me një problem të shërbimeve DNS, të cilët shmanget duke zgjedhur përdorimin DNS së Google, të famshmen 8888. Në një reagim për MCN, shërbimi klientit të One pranon problematikën të cilën e kanë referuar një numër i konsiderueshëm biznesesh. Të pyetur se kur kjo problematik do të zgjidhet, kompania One nuk ka një përgjigje. Më disa telefonata përse për këtë problematikë. Sot të dish nga ana jonë nuk ka një bllokim, por do të lot verifikohet te departamenti përkatës. Verifikohet se problematikë është ashtu ditë sotme. Po kur do rregullohet, dini gjë? Nuk e kam një datë saktë, po të lidhim informacion që mund të referohet se do dërgohet. Do të referohet si informacion, si problematikë. Vetëm tek shërbimet e fiskalizimit apo edhe problematika të tjera keni pas? Aktualisht për fiskalizimeve. Probleme të ngjashme ka patur dhe ditë më parë në shërbimet të tjera të internetit, por dyshimet kanë qenë që kemi të bëjmë me teste nga ana e AKEB me pajisje DPI, të cilat janë instaluar për të mundësuar bllokimin e TikTok, por nuk dihet nëse përdoren në mënyrë të jashtëligjshme nga AKEB dhe për bllokime të tjera. Kujtojmë se defektet të tilla që penalizojnë punën e bizneseve vinë në kohën e inteligjencës artificiale dhe ministrës virtuale diella.